Mirë se erdhët në takimin tonë përditshëm në Money Report. Unë jam Genta Dobra dhe së bashku do të jemi në vijim, do të shohim lajmet së pari për te ekonomisë. Zbulohet një tjetër polic i lidhur me grupe kriminale. ABC News ka mësuar zbërtimi telefonit të Izmir Sakicës i arrestuar si pjesë e grupit Bajri, nxori foto dhe video të tij me policin e Malësisë së Madhe. Mikel Kodra, pas zbulimit të këtyre informacioneve, oficeri patrullës ka ndërprer punën dhe nuk është gjetur as gjatë kontrolleve në banesën e tij. Mikel Kodra është një i prekodrës i njohur dhe si snajperist i Suel Çelës. Një hetim për drogën çoi në arrestimin e një oficerit policisë së Sarandës. Nën komisari Edmond Ruçi dyshohet se u korruptua teksa hetonte një rast të shpërndarjes së kanabisit në qytetin Bregdetar. Përgjimet e kryera pas ndalimit të 2 shpërndarësve të drogës kanë zbuluar komunikime që implikojnë efektivin në aferën e dyshuar. Kryepolici Hita u kërkon strukturave të komisariatit të Sarandës reflektim dhe forcim të punës në shërbim të qytetarëve. Shqipëria dhe Korea e Jugut do thellojnë bashkëpunimin në teknologji, tregti dhe zgjerimin e investimeve. Gjatë vizitës në Seul, kryeministri Rama diskutoi me homologun Kim Min Seok për forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Në Korenë e Jugut, kryeministri Rama do të takojë drejtues të kompanive të njohura koreane, si dhe do të marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare me liderët e rajonit azipaqësor. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u prit në Seul nga kryeministri i Koreas së Jugut Kim Min Seok. Në takimin mes homologësh u diskutuan mënyrat për të forcuar marrëdhëniet midis dy vendeve. Kim tha se mezi pret të zgjerojë shkëmbimin dhe bashkëpunimin me Shqipërinë, duke vënë në dukje se ka emëruar atë që njihet si ministri i parë i inteligjencës artificiale në botë. Dhe Korea gjithashtu i kushton rëndësisë e AI-s së teknologjive të nivelit të lartë. Rama nga ana e tij tha se Korea është një burim frymëzimi për Shqipërinë në aspektin e zhvillimit kombëtar dhe të dy vendet kanë shumë ngjashmëri në atë që kanë kapërcyer vështirësi dhe kanë arritur zhvillimin ekonomik dhe demokraci, edhe pse janë shumë larg gjeografikisht. Ai tha gjithashtu se Shqipëria është e interesuar të forcojë bashkëpunimin në fushat e tregtisë, investimeve dhe inteligjencës artificiale. Takimi u zhvillua ndërsa Rama viziton Seulin për të marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare. Mirë, diskutojmë gjërësisht këto zhvillime, duket se takimi kryeministrit Rama në Korenë e Jugut është fokusuar më së shumti tek prioritetet ekonomike, tek thellimi i bashkëpunimit ekonomik midis dy vendeve, që duket se është ende ish pa shfrytzuar pasi shifrat janë modeste, me gjithë rritjen që janë shënuar, po themi, për shkëmbimet tregtare gjatë viteve të fundit. Për të folur më shumë për fushat ku mund të investohet Korea e Jugut që mund vinë në Shqipëri, cilat janë ato më me potencial, i diskutoj këtë çështje me zonjën Romina Radonçiq, eksperte për ekonominë. Mirë se erdhët në Money Report. Romina, të përshëndes. Kemi tashmë një vizitë që po zhvillohet në Korenë e Jugut nga kryeministri Edi Rama dhe fokusi është vendosur tek ekonomia, investimet dhe tregtia. Po ndërkohë, para se të lidhemi së bashku, do të shkoj live me kryeministrin Rama që po mban një fjalë tashmë në Korenë e Jugut. Jam nga një shtet që don në kërkim të vetes në një vend që sapo dilte nga një botë e fashitur në rrekje shpesh të rrëmujshme për të përfituar një tjetër. Ajo çfarë pash atkoh ishte tashmë e jashtëzakonshme, por ajo çfarë shoh sot që kthehem pas gjithë këtyre viteve është diçka thellësisht prekse. Korea is proof that history matters, but that history alone does not decide destiny. And perhaps nowhere
Has this truth been illustrated more Korea është dëshmi se historia ka rëndësi, por e vetme, historia nuk e vendos dot fatin. Ndoshta nuk ka asnjë vend tjetër ku kjo e vërtet ilustrohet në mënyrë kaq mahmitse sa në këtë gadishull. I njëjti popull, e njëjta kulturë, po ajo histori, e megjithatë ndarë nga sisteme rrënjësisht të ndryshme. E këto janë dëshmia më të thjellët në tokë se fatet e kombeve nuk marrin formë thjesht nga aty ku zën fill, por nga zgjedhjet që bëjmë gjatë rrugës. Një Kore u shndrua në simbolin e ripërtëritjes përmes hapjes, demokracisë së qëndrueshme dhe inovacionit. Tjetra u kthye në emblem të territ përmes izolimit, sundimit të forcës dhe frikës. For me, this has never been an abstract lesson. Ky për mua s'ka qenë kurrë veç një mësim abstrakt, sepse përgjatë një kapitulli të dhimbshëm të historisë së saj, Shqipëria ishte Korea e Veriut e Europës. E megjithatë, sot ajo po ecë në një tjetër rrugë, një rrugë jo e lehtë, e papërsosur natyrisht, por thelbësisht ndryshe. A path of institution building, a path of democratic modernization, a path toward the European Union. Një rrugë ndërtimi institucionesh, modernizimi demokratik, një rrugë drejt bashkimit evropian. Ne në rrugtimin ton po tregojmë se institucione demokratike mund të ndërtohen, edhe kur historia thot se është e pamundur, dhe se një vend, dikur kufizuar nga izolimi, mund të përkufizohet nga aspirata. One of the reasons being here in Seoul feels so meaningful to me. Although far geographically, South Korea feels deeply close to countries like mine, through its reminder. Kjo është vetëm një prej arsyeve pse për mua është kaq kuptim plot të jem këtu në Seul. Edhe pse gjeografikisht larg, vendesi im i ndjen kaq afër Korenë e Veriut përmes kujtesës se madhështia nuk ju rezervohet vetëm atyre që lindin me fat. Mund t'ju përkas edhe atyre që guxojnë të rindërtojnë, që zgjedhin hapje në vend të frikës, vendosmërinë në vend të dorëzimit dhe optimizmin në vend të fatalizmit. Ndërkohë që ne mbylleshim pasmureve tona e këndonim këngë revolucionare të majgjepsur nga revolucioni kulturor i Kinës dhe bënim luftë imagjinare kundër amerikanëve e sovjetikëve, në këtë kontinent diç krejt tjetër shpalosej që as mund ta shihnim e as na lejohej ta dinim. Japonia po rindërtonte veten për të marrë formën e një mrekullie industriale. Korea e Veriut po shndronte varfërinë në precizion inxhinierik. Singapori po vërtetonte se një qytet pa asnjë burim natyror mund të shkëlqente mbi ato kombet bekuara me çdo avantazh të mundshëm. Tajvani, Malajzia, Tajlanda, secili prej tyre shkruante kapitullin e vet, me kushtet e veta e me zërin e tij. Shqipëria i ndau rrugët me Kinën, pikërisht kur Deng Xiaoping nisi të shpërbënte atë ortodoksi ideologjike vetëm me një fjali që aso kohe na tingulloi si heretike. Nuk ka rëndësi se shëngjyrë është macja për aq kohë sa kap miu. Shqipëria i mbeti besnike doktrinës. Kina zgjodhi pragmatizmin dhe historia eci me Kinën. Ndoshta gjëja më e jashtëzakonshme nga të gjitha është se këto vende, pavarësisht dallimeve të jashtëzakonshme në kulturë, në sisteme, histori e tradita politike, gjetën rrugën të ndërtojnë diçka së bashku. Organizata e vendeve të Azisë Juglindore nuk lindi nga njëshmëria, lindi nga kuptimin se bashkëpunimi është më i fuqishëm se sa përballja dhe se në fund të fundit pragmatizmi sfidon ideologjinë. Edhe Kina më vonë gjeti vendin e saj në këtë bashkëbisedim, jo më si eksportuese revolucionit të përhershëm, por si pjesë e arkitekturës origjinale të aftë për të përthithur kompleksitetin pa rënë në peshën e tij e as duke jetuar në një parashikim konstant të rënjes së palës tjetër. Doja që e gjithë kjo urti që leadershipi akumuloi në këtë pjesë të botës të mund të shërbente pjesës sime të botës si një burim përullës dije për mënyrën se si duhen lundruar dallimet, jo si arsye për konflikte, por si fuqi ekuilibri në interes të ndërsjellë të përparimit dhe mirëqenies për çdo shoqëri të përfshirë. Ka një thënie koreane që e dëgjova dhe që më pëlqeu shumë. Pas shiut
dhe u forcohet. Ka pak vende në botë që e mishërojnë më mirë këtë se sa Korea. Këtu, vështirësitë nuk e zbutën tokën në vend, por e bën më të fortë me vendosmëri kombëtare, e po kështu dhe me krijimtari. Kam patur privilegjin që të bëhem mik me Min Suk, një prej arkitektëve më të mëdhenj të kohës sonë, vepra e të cilit admirohet jashtë mase dhe që po kështu po kontribuon edhe për projekte në Shqipëri. Përmes kësaj miqësie, jam kujtuar se edhe vendet që i ndajnë kontinente mund të hasen ndonjëherë me sfida çuditërisht të ngjashme. Si e ruajmë identitetin, ndërkohë që përqafojmë transformimin, si e ndërtojmë të ardhmen pa humbur thellësinë e kujtesës sonë. Si i zgjidhim problemet urbane, shoqërore e njerëzore, duke parë rrugët tona të ndryshme përmes syve të së ardhmes së përbashkët. Ndonjëherë, në mënyrë të pabesueshme, një mendje krijuese nga një anë tjetër e botës mund të vijë të hedhë dritë mbi përgjigje për pyetje që mendonin se ishin vetëm tonat. Me kalimin e viteve, qoftë si kryetar bashkie apo më vonë si kryeministër, kam mësuar se leadershipi ka shumë më pak të bëjë me sigurinë, saq pretendojmë shpesh. Rrallë ndodh që të ketë të bëjë me rehatinë e përgjigjeve të qarta. Shumë shpesh ka të bëjë me të ecurit përpara, me dije të papërsosur, duke pranuar dyshimin, duke mësuar në mënyrë të vazhdueshme dhe duke gjetur sërish kurajën për të vepruar, sepse leadershipi vërtet nuk i përket spektatorit që gjykon me rehati në distancë apo atyre që preferojnë mos veprimin kur përballen me një sfidë që i tremb. Ju përket atyre që hynë në arenë jo sepse janë të sigurt që do të dalin fitimtar, po sepse guxojnë shumë. Në botën tonë sot, kur shpesh komentet vijnë më lehtë se sa përgjegjësia, kur kritika uston me shpejtësinë e dritës, kur ndërtimet e konstruktet kërkojnë ditë e natë, kur gjysmët të vërteta, shpesh gënjeshtrat më të mëdha, të ndjekin në çdo hap që hedh. Kuraja për të vazhduar në arenë, për të përballuar, për të ndërtuar, për të ecur përpara pavarësisht zhurmës, ndihet më me peshë se sa kurrë. Korea e di këtë. Duke parë të dyja anët e Koresë, më vjen ndërmend një anekdotë e vjetër për dallimin midis ferrit e Parajsës. Në të dyja vendet, njerëzit ulen rreth tryezave të mbushura përplot me ushqim, ndërsa mbajnë shigjeta të gjata, që janë shumë të gjata për ta çuar ushqimin në gojë. Në ferr, gjithkush vdes urie, ndërsa dëshpërimisht reket të ushqej veten. Në Parajsë, përdorin të njëjtat shigjeta për të ushqyer njëri tjetrin. Rrugtimi i Koresë në shumë mënyra është historia e një kombi që hyri në arenë sërish dhe aty ajo çfarë nuk e vrau e bëri më të fortë sepse zgjodhi jo thjesht t'i mbijetojë historisë, por t'i jap formë asaj, pavarësisht kostos. Jep se ti je këtu është kaq privilegj i madh. Ndaj gjendem këtu sot përballë jush, jo që t'ju flas si dikush i jep leksione, por si dikush që është ende duke mësuar nga Korea, duke mësuar nga shembulli i saj, e mirënjohës për kujtesën se leadershipin në më të mirën e vet nuk do të thotë e nuk ka të bëjë me të çndruarit mbi të tjerët. Ka të bëjë me hyrjen në arenë me përulësitë mjaftueshme për të dëgjuar, me kurajt mjaftueshme për të vepruar, me imagjinat të mjaftueshme për të ndërtuar ura atje ku të tjerët shohin veç distanca. Është ende lajm i fundit që ky vend ka të kaluar Japoninë në produktin e brendshëm bruto për frym. Një arritje që jo shumë kohë më parë do dukej si fantazi e gati marrëzi. Dhe ajo çfarë bën këtë arritje kaq të jashtëzakonshme është aftësia e një vendi për të shndruar dhimbjen në forcë, urinë në vendosmëri, shkatrimin në energji dhe traumën historike në një forcë gati të pabesueshme të ambicjes kolektive. E nëse Korea mundi ta bëjë, atëherë askush nuk ka të drejtë të thotë nuk mund të bëhet, as në nivel kolektiv apo atë individual.
Ndihuni të bekuar, për thjesht bëjeni. Faleminderit. Mirëndoj që më fjalën e kryeministrit Rama në konferencën aziatike të leadershipit në Seul, pra gjatë vizitës së tij në Koren e Jugut, rikthehemi tek kjo çështje në aspektin ekonomik. Rilidhem edhe një herë me zonjën Romina Radonshiq për diskutuar më tej. Romina, duket se fokusi u vendos të paktën nga ajo që është raportuar tek thellimi i bashkëpunimit midis dy vendeve në drejtim të investimeve, shkëmbimeve tregtare apo edhe fushave të tjera, sa potenciale ka për të zhvilluar më tej? Patjetër që ka potenciale, në fakt, ndërkohë që ju flisnit, unë për në nisjet e emisionit, unë po mendoja që sa shumë makina korane ka sot tregu shqiptar dhe si pasojë të çmimeve të ulta, por nga ana tjetër që ndoshta mund të jetë një biznes apo një biznesi shumë i mirë apo një investim shumë i mirë nëse një pjesë e mirë e këtyre makinave do të prodhoheshin në Shqipëri. Pra, Shqipëria gjithmonë të paktën ekspertë ekonomisë e kanë parë si një vend që nuk duhet varur vetëm nga ndërtimi, pra të jetë varur rritja ekonomike vetëm nga ndërtimi, por dhe nga turizmi, por nga ana tjetër do të ishte mirë që të varet edhe nga disa sektor të tjerë të ekonomisë që të ishin më të qëndrueshëm. Dhe patjetër që bashkëpunime me vende të fuqishme dhe me një eksperiencë në prodhim do të kishte një ndikim tepër pozitiv, duke parë se shkëmbimet tregtare pra vërtet janë në numër tepër të ulta krahasimisht me vendet e rajonit dhe të Europës, megjithatë diversifikimi i shteteve apo i zonave për të investuar nga elementet më pozitiv, pasi kështu kjo jep mundësi Shqipërisë që të mund të bëj biznes, le të themi, të eksportojë dhe të importojë produkte me çmime më konkurruese dhe të mos jetë përqendruar vetëm nga një apo nga dy tregje. Korea është një vend i zhvilluar ku ne mund të marrim më të mirën për ta implementuar në Shqipëri dhe diplomacia ekonomike është nga elementet më të mirë që dhe vetë kryeministri po bën, pasi ne jemi një vend i cili duhet të kuptojnë dhe vendet të tjera të zhvilluara që sa potencial kemi ne për të ndikuar pozitivisht në ekonominë tonë, por nga ana tjetër pse jo dhe në ekonominë e tyre. Pra, një investim i bërë nga Korea apo tërheqja e investitorëve korean do të ndikonte pozitivisht vetëm për ekonominë tonë, por nga ana tjetër do ndikonte pozitivisht dhe për to. Pasi është një vend i cili ka potencial për të zhvilluar, afria me Europën, me vendet e Ballkanit Perëndimor, do të ndikonte pozitivisht pra në një, le të themi, në disa fitime apo margje fitimi të sigurta edhe për vetë këto investitorë të huaj. Në Shqipëri sigurisht operon një nga kompanitë lider në botë për prodhimin e pjesëve të makinave, mund të ketë në vijim interes të shtuar, po themi dhe në sektor të tjerë kanë këtu parasysh edhe energjinë elektrike, duket se është bërë tërheqës për shumë investitorë të tjerë të huaj. Po shumë e rëndësishme në fakt, sepse po shohim që në rast parë edhe pse Shqipëria është një vend i cili prodhon energji, por përsëri kemi një lloj ndikimi nga importi. Në këtë moment është një strategji shumë e mirë diversifikimi i burimit energjetike, e cila do ndikonte pozitivisht jo vetëm në tërheqjen e investitorëve të huaj për të investuar pra këtu në Shqipëri për sidomos energjinë diellore, por nga ana tjetër do ndikonte pozitivisht dhe në rritjen e eksporteve dhe uljen e varësisë së importeve pikërisht në energji. Dhe unë mendoj që prandaj them që Shqipëria është një potencial që vetë investitorët e huaj mund ta shohin, pasi akoma nuk e kanë mundësi për zhvillim, por akoma nuk kanë zhvilluar, le të themi, të gjithë sektorët e ekonomisë. Dhe sektori energjetikës është një nga sektorët, unë mendoj, dhe prioritar i Shqipërisë kohët e fundit, pasi do të krijonte mundësi jo vetëm në uljen e kostës së energjisë, qoftë për bizneset, por qoftë edhe për familjarët, por do të ndikonte pozitivisht dhe në rritjen e fitimeve dhe margjeve të fitimit dhe pse jo dhe të eksporteve për ato të cilët investojnë në këtë sektor. Duke krijuar një pavarësi, ti përmendë pak më herët në fakt diplomacinë ekonomike sa e rëndësishme bëhet edhe në kushtet që ne jemi duke punuar për anëtarësimin e Bashkimit Evropian. Pra është një proces që po zhvillohet më tej. Çfarë peshë merr në këtë moment? Në fakt ne jemi tashmë në një nga vendet me Njërë duket se kemi pak probleme teknike për të rilidhur edhe një herë me zonjën Radonshiq, diskutojmë në fakt për
thellimin e bashkëpunimit midis Shqipërisë dhe Koreasë së Jugut në kuadër e vizitës që po zhvillon kryeministri Rama atje gjatë ditës së sotme, është folur për të thelluar bashkëpunimin dhe për nxitur shkëmbimet tregtare midis dy vendeve që në fakt janë të largëta gjeografikisht dhe duket se thirrja është e njëjtë për të ardhur dhe për të investuar në Shqipëri, ka një ftesë edhe nga ana e kryeministrit Rama. Mirë duket se tashmë kemi ardhur në fund të Mani Report edhe për sot. Zhvillimet të tjera nga vendi, rajoni dhe bota i ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare abcnews.al, po ashtu informoni në kohë reale në valët e radios në frekuencën 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë ndajmë.